Italia vazhdon të humbas popullsi për shkak të rënies së lindshmërisë, por imigracioni është tani vetmja gjë që parandalon një rënje të vërtet demografike. Ky është përshkrimi i raportit të fundit të Istat mbi migrimin e brendshëm dhe ndërkombëtar, i analizuar nga Il Sole 24 Ore, i cili zbuloi se në vitin 2025 migrimi neto nga jashtë arriti në 296.000 persona, pothuajse identik me bilancin negativ natyror të regjistruar në të njëjtën periudhë, 355.000 lindje kundrejt 652.000 vdekjeve për një humbje natyrore prej afërsisht 296.000 banorësh. Rezultati është se popullsia rezidente mbetet në thelbe qëndrueshme, në 58.9 milion banorë, me vetëm 636 banorë më pak se vitin e kaluar. Vendi po qëndron më vete për shkak të imigracionit, shkruan Il Sole. Migrimi neto i të huajve është pozitiv me 348.000 persona, ndërsa ai i italianëve mbetet negativ, me 53.000 qytetarë më shumë që lëvizin jashtë vendit se sa kthehen. Gjeografia e flukseve të emigracionit po ndryshon gjithashtu. Sipas të dhënave të raportuara nga e përditshmja ekonomike, vendi kryesor i origjinës është Bangladeshi, me afërsisht 37.000 mbërritje. I ndjekur nga Maroku, i cili regjistroi 36.000 mbërritje të reja dhe një rritje prej 48.4% në vetëm një vit. Mbërritjet nga Pakistani, India dhe Peruja gjithashtu vazhdojnë të rriten, ndërsa ato nga Ukraina me zbejën graduale të flukseve të lidhura me luftën, dhe nga Rumania po zvoglohen. Harta e flukseve të imigracionit drejt Italisë po rivizatohet. Raporti thekson gjithashtu një fenomen tjetër strukturor, hemorragjinë e vazhdueshme të kapitalit njerëzor nga Italia Jugore. Midis viteve 2019 dhe 2025, Italia Jugore humbi afërsisht 150.000 të diplomuar italian të moshës midis 25 dhe 34 vjeç. Shumica nuk u zhvendosën jashtë vendit, por në rajonet e Italisë qendrore dhe veriore. 122.000 të diplomuar të rinj u larguan nga Italia Jugore për pjesën tjetër të vendit, krahasuar me afërsisht 28.000 që emigruan jashtë vendit. Rruga e kapitalit njerëzor të jugut çon në Milano përpara Londrës, shkruan Il Sole 24 Ore. Lëvizshmëria e brendshme po rritet gjithashtu. Në vitin 2025, ndryshimet e vendbanimit midis komunave u rritën në 1.455.000, 5.1% më shumë se një vit më parë. Megjithatë, kjo rritje është nxitur kryesisht nga të huajt. Zhvendosjet e tyre u rritën me 14.8% krahasuar me 3% për italianët. Megjithse përfaqësojnë më pak se 1/10 e popullsisë rezidente, të huajt përbëjnë gati 1/5 e të gjithë lëvizshmërisë së brendshme, duke konfirmuar pozicionin e tyre si komponenti më fleksibël gjeografikisht i tregut të punës. Në përgjithësi, raporti i Istat përshkruan pamjen e një vendi që vazhdon të humbas popullsi për shkak të arsyeve demografike dhe është në gjendje ta kompensojë pothuajse tërësisht këtë çekuilibër vetëm përmes imigracionit. Ky trend, sipas Il Sole 24 Ore, nuk përfaqëson më një fenomen ciklik, por një kthes të ngadaltë dhe strukturore, të regjistruar vit pas viti nga statistikat demografike.